Ish-deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saliani ka reaguar publikisht lidhur me bojkotin e fundit të seancës parlamentare, duke deklaruar se deputetët e grupit parlamentar të PD-s kanë qenë kundër këtij vendimi dhe kanë kërkuar të përballen politikisht me kryeministrin Edi Rama në kuvend. Sipas Salianit, deputetëve nuk u është lejuar pjesëmarrja në seancë nga Sali Berisha, i cili sipas tij është justifikuar me pretendimin se kishte shqetësime për protestuesit dhe hedhjen e vezëve, ndërsa arsyeja e vërtet është tjetër. Nëse do të kishte vullnet për opozit, deputetët do të ishin në sallë për të përballur me qeverinë. Frika e vërtetë është nga kërkesa gjithnjë më e fortë e qytetarëve që Sali Berisha të largohet, pasi është ndërruar në patericën politike që e mban Edi Rama në pushtet. Në ndrysnin qytetare të presionit për largim, Berisha po bën marrëveshje të reja me Ramën, shkruan Saliani. Në reagimin e tij, ai pretendon se aktualisht po zhvillojnë dy pazare në dëm të opozitës dhe qytetarëve, të cilat lidhen me reformën zgjedhore dhe reformën territoriale. Ai u shpreh se sipas vlerësimit të tij, Berisha nuk ka paraqitur asnjë propozim konkret për ndryshimin e kodit zgjedhor, si dhe nuk ka ofruar një alternativë për mënyrën se si opozita duhet ta konceptojë ndarjen e re administrative të vendit. Saliani theksoi gjithashtu se sipas tij, kur opozita hiq dorë nga përballja me qeverinë dhe angazhohet në marrëveshje për reformat, ajo humbet rolin e saj opozitar dhe kalon në një formë bashkëtese politike me mazhorancën. Postimi i plot i ish-deputetit. Dy pazaret e mëdha të verës me Salaatve Rama Berisha që po përpiqen të mbulohen nga zhruma e breshërisë së vezëve kundër bojkotit të seancës plenare kanë qenë vetë deputetët e grupit parlamentar, të cilët kanë kërkuar përballje politike me Edi Ramën në kuvend. Megjithatë, Sali Berisha nuk i lejon të marrin pjesë, duke u fshehur pas justifikimit të frikës nga protestuesit dhe vezët, ndërsa në të vërtetë po mbron marrëveshjen e tij me Edi Ramën. Pretendimi se bojkoti bëhet për shkak të vezëve është justifikimi. Nëse do të kishte vullnet për opozit, deputetët do të ishin në sallë për të përballur me qeverinë. Frika e vërtet është nga kërkesa gjithnjë e më e fortë e qytetarëve që Sali Berisha të largohet, pasi është ndërruar në patericën politike që mban Edi Ramën në pushtet. Në ndrysnin qytetarët të presionit për largim, Berisha po bën marrëveshje të reja me Ramën, ndërkohë po zhvillohen dy pazare të mëdha në kurrizë të opozitës dhe qytetarëve. Pazari i parë është reforma zgjedhore. Sali Berisha nuk ka paraqitur asnjë propozim serioz për ndryshimin e kodit zgjedhor, nuk kërkon lista 100% të hapura, nuk kërkon sistem proporcional kombëtar dhe nuk mbron të drejtën e qytetarëve për zgjedhur drejt për drejt deputetët, po braktis një nga kërkesat kryesore të protestuesve dhe po hesht edhe për propozimet e paraqitura nga forumi për dialog mes partive opozitare. Pazari i dytë është reforma territoriale. Vetëm një javë para përfundimit të afatit të Komisionit për Reformën Territoriale, Sali Berisha nuk ka paraqitur asnjë alternativë për mënyrën se si opozita mendon se duhet organizohet ndarja e re administrative e vendit. Pasturi të përbashkët me Edi Ramën në çdo qendër qarku ku kontribuoi në përfundimin e përfaqësimit politik në pak duar, tani po ja dorëzon në heshtje edhe reformën territoriale pa debat, pa transparencë dhe pas një vizion alternativ për Shqipërinë. Berisha gjasme bojkoton, Rama e kalon sipas shefit reformën territoriale. Kur opozita hiq dorë nga betejë kundër Ramës dhe bën pazar për reformën zgjedhore dhe për reformën territoriale, nuk kemi më të bëjmë me opozit, por me bashkëtesë dhe bashkëqeverisje politike. Bojkoti i kuvendit nuk është akt rezistence ndaj Edi Ramës, është mbulesa e radhës për pazaret që po bëhen larg syve të qytetarëve.